Mirë mëngjesi, mirë se erdhët. Jemi bashkë në Villa 24, bashkë me Kati në kuzhinë me gjëra plot. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, Si e sot, Kat? Jam shumë mirë. Gëzohem. Qeshim gëzojmë. Mirë mëngjes dhe ju të dashur Ambisa, po patjetër. Edhe ju qeshni dhe gëzoni ande nga shtëpia tuaja, sepse ditët ikin dhe nuk vinë më. Kështu që mirë është i kalojmë gëzuar ditët. Hajde të kalojmë këtu te tema jonë dhe çfarë do të bëjmë për juve sot. Sot do të bëjmë një mish jakni themun me oriz, por do të bëjmë pak si më ndryshe. Do të shikoni se sa i mish që bëhet me pak përbërës, por me shumë shije. Dhe shien faktikisht edhe sigurisht mish i qëngjit, por edhe orizin, do të thënë që duhet një oriz që është enkas për përgatitur këtë mishin jakni me oriz. Karnaroli. Dale të çojmë se kemi lënë edhe kështu. E vëm dhe gatitu. Ashtu. Tani duket më mirë. Ndërkohë, që është e vërteta kjo është si tuash një për tryezën e iftar, do me thënë që mund të pregatisim, sepse do të kemi mishin jakni, do të kemi edhe këto trigona të cilat do t'i bëjmë me hurma arabie, që këto, më tha një zonjë që kur fillojnë, do me thënë iftarin, është mirë që me një gotë ujë që fillojnë fillimisht, pinë 3 herë edhe konsumojnë një nga këto hurma arabie. Por unë sot do t'i sjell në trigona, ose mund t'i bëjmë edhe role. Do t'i tregojmë të dyja mënyrat, të cilat do të bëhen vetëm me këto dhe do të kemi djathë mascarpone dhe vanile. Pra me këto 3 përbërës edhe petat e gatshme. Sigurisht që në fund do t'i bëjmë dhe një sherbet. Një sherbet të plot, që do të thotë, nëse do të kemi 2 filxhan sheqer, do të kemi 1 filxhan e gjysëm ujë. Do t'i tregojmë këto hapas hapi. Kati mos na digjet mishi, se e shoh që po vërtet. Pritja ulim pak temperaturën. I kemi bënë për para, ja mish qëngji kemi vendosur neve, kemi ka vërdisur mirë dhe është momenti, nuk e di, o ta nxjerrim pare ose ta hedhim edhe i qepon direkt duke hapur. Po, më mirë të vazhdojmë, se jo, nëse është momenti, le të shtojmë edhe qepën, duke ju kujtuar që në fillim se çfarë kemi këtu në tryez, gjithçka, mund t'i gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve në Ranzi, duke filluar që nga vaj, që nga salsat e petët, orizi, erzat, gjithçka tjetër që do t'i kemi gjithashtu edhe në recet pas pak, ju i gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve në Ranzi, në Shqipëri dhe në Kosovë, dhe këto janë shumë pak krahasuar me gjithçka që mund të zbuloni në dyqanet në Ranzi, ku mbi të gjitha, jo vetëm që konsumoni vakte shumë të shijshme, por sigurohuni që të keni një regjim ushqimor të shëndetshëm dhe për këtë na vjen në ndihmë në Ranzi me produktet e veta fantastike. Dhe qepa filloi. Shumë mirë, Anila, pra hodhëm qepën të cilën e kam të grirë hollë, kishte karamelizuar mishi i qëngjit dhe në momentin që hodhëm qepën, lagështia e qepës bashkë edhe me atë kripën që neve hedhim se duam që të ketë atë lagështirën për të tretur qepa, por sigurisht nërkohë shikoni ka marrë dhe këtë ngjyrën e mirë, ngjyrë karamele, sepse ka dalë nga kavërdisja e mishit. Gjë që e bën akoma më të shijshme. Pra është proteina që del nga mishi, ajo do me thënë karamelizohet dhe jep atë shijen që jep mishit. Ndërkohë, kavërdisja pse bëhet? Bëhet sepse duam që racionet e mishit përveç se shijes të ngelen të buta në brëndësi dhe kjo është arsyeja pse bëhet kavërdisja e mishit dhe nuk e hedhim direkt ashtu siç është. E kemi gati, nuk ka nevojë që qepat kavërdiset më tepër dhe unë në fillim fare do të hedh salcën, tu në qendër, siç e hedh gjithmonë. Do ta tresim, do me thënë, me pjesën e lugës, që salca të kavërdiset dhe të nxjerrë aromën e mirë. Mbas salcës do të hedhim edhe piper speci. Të kuq. Po, ndërkohë që në këtë lloj gatimi neve përdorim edhe spec djegës, gjë që nuk e hedhim në momentin e parë, do me thënë të gjella, por e hedhim në momentin e fundit që do të serviret. Dhe kam menduar që këtë gjellë, sepse ç'është e vërteta, e kam hasur këtë lloj gatimi në Gaziantep. Në Gaziantep është kur kemi vajtur para ndoshta 15 viteve. Ashtu? Po, me një festival gastronomik që ka marrë pjesë aty, kemi qëndruar goxha 2 javë, dhe aty na kanë shpalosur rreth 500 lloj recetash turke. Ajo që më ka ngelur ndërmend ka qenë ky mishi jakni, që ato e servinin, kishin ato saganet, thoshnin, to tasat, po ne nuk i kemi tamam si ato, se ishin bakëri, që orizin e zjeni më vete, se ashtu do t'a bëjmë edhe në vesot,
edhe këtë mishin jakni e bëni me vete. Në fund, menin orizin e zirë, vendosni në përtasa, hidhni një racion mish, edhe lëng dhe vendosni në furë. Dhe i lëni për një 5 minuta. I kam pas furë druri. Tjetër shije, pa tjetër. Dhe sigurisht pasaj në fund e shërbenin dhe në çdo tryezë të tyre kam pasur speca djegës. Dhe ashtonin në pjanë si pas dëshirë. Interesante. Do më thënë edhe ne do të bëjmë të kalimin në furë. Do të bëjmë, po, do të vendosim, prandaj dhe i kam bajtur këto tasat, ndoshta s'kam ato. Nëse i kemi balte, i vendosim balte, jo, apo duhet Jo, nuk ka problem, edhe balte mund të përdorim ato që kanë ambisat në shtëpi, por dhe nëse s'kan mund të bëjnë edhe në një enë të azin në orizin më vete, edhe të bëjnë si tuash në një enë që është enka, sidomos ato që janë për sufle, ato si tuash enët e sufles janë më të thella. E kuptaj. Që vendos orizin në poshtë. Që të ketë bënd dhe për orizin edhe për lëngun me mish. E bën, do me thënë, jo në racione, por në familjare. Pa. Në racione del më interesante, se dhe kur e shërben direkt të dalë ngelet me ato yndyrën e vete, me këto. Do t'ju them edhe tjetër, një sekret tjetër, që se si mund të bëjmë, do me thënë, gjellën, që të kemi të gjithë të njëjtën yndyrë. Sepse fillojmë kur ndajmë racionet në shtëpi, dikush e merë yndyrën më tepër, dikush e merë më pak. Po, e vërtet. Që të hiqet kjo dhe të kemi të gjithë atë yndyrën e bukur që kur gjatë servirjes, në momentin që është bërë gjella, heqim atë pjesën e si tuash ajkën e gjellës. E kemi në një tas, edhe kur servirim, u hedhim lëngë dhe u hedhim të gjithë nga 2 lukë. Edhe ngelet... Ja, kështu. Do bëjmë një enë më shumë pisa ma për të larë. Po mirë më, si së është gjë, por servirja është gjë e bukur dhe është ajo që yndyrën e marin edhe e marin të gjithë të një loj. Tani këtu, unë do të hedhë faktikisht edhe një lukë nga kjo të lutë e manila nëse ke mundësi. Mix që ne kemi marë paketimin e ri sot tek në ranzi, se si që kemi thënë të mixin e erzave, ne e përdorim shumë po thuaj se në të gjitha llojet e gatimeve, sepse na ndihmon kudo, aty ku në mënyrë të veçantë nuk dim të bëjmë kombinimet e duhura të erzave, po pse jo, edhe na mungon ndonjë erz në shtëpi, kështu që me këtë ne i kemi të gjitha, sepse ka brenda turmerik, qep e thatë, hudhër e thatë, selino e thatë, rigon, majdanoz, karote e dehidratuar, ka kripon, pra i ka gjitha brenda, kështu që nëse na mungon ndonjë gjë në raftin ton të gatimit, me këtë miksin e erzave, shpëtojmë. Se mos e kam, jo, se kam hapur, më duket? E hapë kështu, që ta marrë në këtë. Pra, një lukë është mjaftueshëm. E edhim edhe këtë. Dhe tani jemi gati, këtu jemi kujdesur të kemi ujë të valuar dhe hedhim edhe ujin. Hedh pak në fillim fare. Edhe do të shtojmë edhe tjetër dhe ujë edhim në mas të mishit, jo më tepër. Do thoni juve po do na zjej, sepse nëse ne zbatojmë atë si thua që ta lëmë në zjarr të avashtë dhe ky është sekreti i gjellës. Gjella do me thënë cilësinë e parë, do me thënë të lëndës që neve përdorim, dhe zjarrin e avashët. Këto janë 2 sekretet të kuzhinës, për të bërë atë gjellën e mirë. Tani të mirë ja ka rush dhe po s'ka gjë se e hedhim dhe me këtë Ndërkohë që shtojmë ujin, Kati më thuaj kur t'i lexojmë recetat? Ja, mund t'i lexosh, sepse unë tani e kam gati, thamë në mas të mishi, e mbuloj me kapak, ulim temperaturën e sobës, është mirë që t'ullet në temperaturë të ullët në mesatare, sigurisht që kjo lloj gjelle do të paktën rreth 1 ore nëse e vendosim atë temperaturën e ullët dhe kështu do përfitojmë një lëng të shishëm, do të kemi racionet e mishit të cilat do të jenë shumë, do me thënë, të tretshme, të zjera mirë, të buta, të shkrifta dhe të shishme në brëndësi, sepse do të ngelen të gjitha aromat dhe shihet brenda në tenxhere. Lihet kjo, do me thënë vendoset edhe lihet të zjehet e të bëhet gati, në momentit do me thënë 20 minutat e fundit të pregatitjes gjellës, do të vendosni të zjeni orizin që më përpara e keni larë mirë orizin dhe vendosni ujë të valoj, hidhni orizin që të zjehet, ashtu si do të bëjmë edhe ne, dhe do të keni pastaj që të bëjmë atë veprimin e fundit që ju thash në fillim fare për punën e këtyre tasave. Do ja tregojmë hap pas hape. Do të na e kthej edhe në një recet ndryshe, se kur themi mish yani apo oriz, na duket sikur është një recet që ne e njohim, por do vi
në formë... Ndryshimet e vogla bëj shihet e mëdha. Pa tjetër. Mirë, shojmë pak recetat së bashku në ekran edhe lexojmë të gjithë përbërësit që na duhen për përgatitjen e kësaj recete. Mish qengji jahni me oriz, 4-5 racione mish qengji, 2 qep mesatare, 1 thelpi hudhër, 1 lug çaj salcë domate, 1 lug çaj piperi kuj speci, 2 filxhan çaj oriz, vaj, krip, piper, spec djegës për servirje. Trigona me hurma arabie, 6-8 peta për ëmbëlsira, 250 gram djath i shkrir mascarpone, 10-12 hurma arabie, na duhet vanilje. E më pas do të përgatisim edhe shërbetin me 2 filxhan çaj sheqer, 1.5 filxhan çaj ujë dhe 1 fet limon. Ja, ku ishin, më mbeti vanilja në dorë, sepse ka aroma ishte mirë, sa që mendoj ta mbajmë kështu hapur ka të aromatizojmë ambientin. Kam shumë qef këtë. Atëherë të dashura misa, ashtu siç të lexoi dhe Anila. Është e bukur kështu si kristal nga brenda. Recetën shumë e mirë dhe ka aromën e mirë. Pra, vanilja është një nga aromat që pothuajse hin në shumë lloj receta, ëmbëlsira domethënë. Tani, çfarë do të bëjmë? Do me këto hurmat arabe, të cilat heqim pjesën e bërthamës dhe ti marrë direkt dhe ti hedh këtu, sepse unë faktikisht me që se kam këtë makinën grise, do t'i gri këtu, ndërsa mund t'i grini edhe me thik, do me thënë t'i grini imët me thik. Por dhe kjo makina grise në ndihmon, heqim pjesën e bërthamave, edhe i hedhim këtu direkt. Okej. Petat janë këto që përdorim dhe për baklavana, okej. Po, këto petat e holla. Peta ëmbëlsire. Peta ëmbëlsira. Okej. Edhe mascarpone ne kemi mascarpone, po që do të aksem të ajtasi. Këto, edhe do të, ndërkohë që do të kemi gati edhe këtë masën e hurmave. Do të bëjmë një përzierje, do të hapim petat dhe do të bëjmë trigona ose dhe role. Marim edhe një. Edhe do shohim tani nëse kemi nevojë për ajta rredhim dhe një. Miri, bën s'ka nevoj për sheqer, sepse ka në ëmbëlsirë aq sa duhet, nuk ka nevoj për më tepër. Kështu që kalojmë tani këtu. Do t'i grim. Nuk ka nevoj t'i shtojmë në një gjë asaj, mendon se kanë atë brumin e mjaftueshëm për të kthyer në... Apo ta provojmë një herë? Provojmë një herë edhe... Pse si shton pak djath, apo nuk duhet përzirë me djathin? Me djath mascarpone? Jo, kot po e them si... Atë që doja që mund t'i shtojmë, pakës fare sheqer mund t'i shtojmë. Okej, mendon se e vënë në lëvizje. Okej, mirë, e shojmë. Se djathi dona në gjithë në përrejmë, kështu që nuk është se... Okej. Pak sheqer edhe... Na rikthejmë përsëri në grirje. Kjo bëhet si marmalat, nuk është se do na bëhet në një grirje. Jo, e kuptova, po duke ditur që... Sheqeri ndoshta do na ndihmoj pak. Okej. Edhe një majë skrip, edhe pse është ëmbëlsirë. Po, gjithmonë. Edhe ja hedhim direkt edhe majën e kripës këtu. Se harrojmë pastaj. Po, e harrojmë edhe. Kështu që ja hedhim që tani. Shëndet. Shëndet. Kemi kameramanët këtu përpara. Është mjaftueshëm, Anila, nuk ka nevojë sepse prita shajmë. Nisa, s'do bëhet brumë, si do që tjetë. Jo. Po, kaq. Ashtu si marmalat do bëhet. Hedhim këtë të parën. Vetëm se kemi luktu, po dhe kjo e sheqerit ishte. Ka ti ke bërë kafe ti? Po. Të do të thosh jam. Që te kompania në Ranxhi. Shof kafe, në këtu po e bashkë në recet nuk ishim kafe turke, kështu që nuk kemi pa. Është kafja ime. Edhe dua t'ju them që shiko Anila, në një pako ka 2 pako kafe. Të brenda? Ka 2, s'është një. Atë doja të thoshje. Ka 2 të tilla. 2 kështu. Despre në kafës. Me një pako dhe ke 2 brenda. Edhe është një kafe që mua më pëlqen shumë dhe është kafeja ime preferuar, me thënë të drejtën, sepse unë nuk pëlqej ato kafet e tjera dhe është... Po, Kati nuk e pi ekspres kafen e do turke? E dua kështu, turke. Edhe ky djathi markat.
Scarponi është shumë djath i mirë për tiramisu, por edhe për këtë lloj recete të mbaj pak në këtu në fund. Edhe t'i hedhim dhe vanilje. Edhe pastaj ta trazoj. Pak më pak se lugë e kafes. Pak më pak. Gjysëm? 3 qerek. 3 qerek. Në përësim. Shërbetin do të vendosim për... Do të vendosim, po, në momentin që vendosim brenda, do me thënë... Si do bëhet shërbetin? Njëra do jetë e ftohtë dhe tjetra do jetë e ngrohtë. Pra do kemi shërbetin që të jetë i vakët, do me thënë, edhe këto trigona që do dalin nga fura. Nuk duan shumë kohë që të na bëhen gati, për 20 minuta, 15-20, piqen shumë shpejt. Kështu që... Ke vën lule këtu o kati? Më ishin... Kujdeset për të dekoruar kuzhinën jam bat në një që kështu. Se sot s'pas kemi majdanoz në recet, se mund të kishim një buqet me majdanoz këtu. Ja u trazua, Anila, se e kishim merak se mos nuk trazoj, po ja u trazua. Në që me vërstërsi sa të zbudën një qiket. Po me thënë të drejtën, unë faktikisht këto i presë në dras. Kështu me thik, edhe ashtu mund po brapa. Por me ndova të me thënë me këtë makinë grise për më shpejt, por që do të hako në këtë trazim. Në përzirja, po. Tani do t'i lëm këto këtu. Edhe do merremi me petat. Vendosim dhe gjalpin të na shkri. Na duhet për ndarje në petave? Po. T'i heqim dhe këto. Mund t'i hapësh Anila petat, sepse... Ato po bëj. Besoj, janë okej. Nuk I kemi të ngrira, kështu që... Ishte e ngrohtë. Tigani? Po, e kisha lënë për të më thaj se do hidhja gjalpin. Më s'ka gjë se shkrim shpejta ne. U te I tha. Gjë që s'na prish punë. Ne bëjmë shumë veprime në të njëjtën kohë, kështu që përkundrazi na bëri mirë. E shkrim sa të na nxjerr pak aromë gjalpi dhe më pëlqen domethënë në momentin që gjalpi na nxjerr pak aromë, jo ta te kalojmë shkriri, që të na digjet, por aq sa duhet për aromë. I hap Anila. Do t'i ndajmë kështu përse gjati, ja do marr unë tani sa. Nëse do ta lë duke e fikur këtë, edhe në rregull jemi këtu. S'ka gjën që ka ndarë vetë këto. Na kanë lehtësuar punën. Na kanë lehtësuar dhe punën. Tani do bëhen në formë trekëndse ato, do palosen? Po, mund t'i bëjmë edhe trekëndse, nëse trigonat janë trekëndse, por mund t'i bëjmë edhe në formë cilindrike. Okej. Ja t'ja afrojmë këtej. E pastaj, tek ajo që kemi ne Anila, Cila? Do të përdorim gjalpin, pastaj më mbrapa tek ajo ena do të hedhim edhe sheqerin për shërbetin. Gjë që nuk I bën dëm, pse është nga ene gjalpit, këtë do të thoshja. Ja. Përkundrazi. Shije jep. Po. Atëra, shojmë pak si do të bëhet mbushja. Kështu do t'i prisni dhe ju në mes. Ne e kishim vetë, do më thënë, bërgati. Ajo që duhet tani të marim një enë, të hedhim gjalpi. Okej, sepse do të përgatëm me gjalp. Edhe thamë këtu nuk e lajmë tani, do bëjmë sherbetin, po pak më vonë. Po. Të fillojmë me këtë njëherë. Furça? Po, e kemi këtu, e kemi. Mendova se jo, po... Do të bëni me lugë, edhe mos ta kishim, me thënë të drejtën, mua më pëlqen me lugë, se edhe me këto fushat shumë. Si të mësohesh është? Si të mësohesh vërtet ashtu është, Anil, po...
Edhe mirë është i bëjmë pak me gjallë, për shumë se gjalpi ha. Kështu të holla, dhe me thënë ka i shpet në mjafton, ne, për një? Po. Ashtu, a? Edhe pakës. Edhe mbushje. Ma edhe një lukë tjetër. Skaq. Nga një lukë. Jo më tepër, një lukë është e mjaftueshme. Në qikë tani se... Të mundohemi të bëjmë pak të bukur. Ta mbledhim pak. Pra do të palosen 3 këndëshe. Që është vërteta nuk na u palos ashtu si që dohe. Mendoj që ishte mbushja pak në cep, themon. Jo nga mbushja. Po çfarë? Peta. Peta. Nuk je tamam aq sa duhej, megjithatë. Rregullohet, gjë që rregullohet. Nuk e nxorëm trigon tamam, po e nxorëm një trigon kështu. Të mënyrës tonë, ku ta shikojmë? Po, është okej, është okej. Atëherë, bëjmë një tjetrën? Mirë doli, nuk doli keq. Sa të bëjmë ne, shumë të vogël e pas kemi këta? Një më dale, për të bëjmë një, këtu do bëjmë dhe role, prandaj thamë. A, do bëjmë dhe role. Atëherë, ata bëjmë dhe një variant të role, sepse... Në rregull. Besoj të 2 minuta kohë do jemi që të tregojmë dhe një variant të role, dhe t'i vendosim në furrë gjatë kohës që do shkëputemi dhe kur të kthehemi të merremi me... E ritregojmë dhe kur të kthehemi dhe një variant 3 këndësh dhe një role, po të paktën t'i kemi mundësinë t'i vendosim në pjekje, 1-2. E do një lugë, e do. Për të vendosur. Tani. E hapim pak. Okej. Pra përthyejmë anët e petës dhe pastaj e rrotullojmë derisa të mblidhet mbushja për ta kthyer në një role. Edhe kështu mirë daljen, edhe janë si më thjeshta kështu, o? Më thjeshtë, por faktikisht peta duhet pak më ndryshe pre, po gjithsesi. Gjithmonë gjalpi në ndihmon edhe për ta mbajtur, për ta pothitur, por jo vetëm. Pra kjo është role. Okej. Tani doni t'i bëni më të vogla, doni t'i bëni më të mëdha, por edhe kështu janë mjaftueshëm, se edhe më të vogla çfarë do, nuk I duam kafshita, se kafshita do bëheshin kaq, do ishte gjysma e asaj. Ne duam të jenë pak më të plota. Po. Kështu që ndërkohë që I vendosim në tavë, patjetër që do t'i lyeni me gjalp. Se gjalpi është ai, thamë që I jep shumë shije. Dhe po të shikojmë këtu te gjalpi brenda, na ka ngelur kjo proteina e gjalpit. Gjë që ajo është që jep edhe shije. Tani ne do fillojmë të bëjmë edhe një adale, kjo më duket si më mirë. Bëjmë edhe një tjetër. Ta bëjmë një. Do themi pak edhe pjekje, se... Pjekja është tek 180 gradë dhe për 20 minuta. Nuk është shumë, jo. Jo, 15-20 minuta e do. Do me thënë 170-180 gradë, varet edhe nga lloji I furnave, por që do t'ishte mirë, do me thënë për një 15-20 minuta. I bëm një në formën e 3 këndëshit edhe një role. Do bëjmë dhe një 2 të tjera, kur të kthehemi mund të përsërisim ndonjë pet për ju që nuk na keni parë në pjesën e parë, do t'i vendosim sigurisht në pjekje me temperaturën dhe kohë zgjatjen që treguam. Tani është momenti që kemi në një hapësirë publicitare, do të kthehemi përsëri për të vijuar me recetat që kemi prezantuar dhe kemi nisur gatimin që herët edhe sot. Jemi rikthyer në studio përsëri, jemi drejt për së drejti në News 24, ne kemi nisur sot një recetë për vaktin e plot të drekës, gjithashtu edhe një ëmbëlsirë shumë interesante që mund ta sjellim në forma të ndryshme. E rëndësishme është të kemi përbërësit që në këtë rast janë shumë të thjeshtë, pra janë petat e gatshme, shumë pak prej tyre do të na duhen, djathi mascarpone,
të cilin ne e kemi grirë, i kemi shtuar gjithashtu edhe shien, mund të përdorni nëse dëshironi edhe ndonjë frut të thatë, tek këtu, nëse e keni në shtëpi. Çfarë po bën tani ti këtu? Ja, një sallatë. E shtove një gjë? Shiko, kjo është një sallatë që është shumë e shishme dhe shumë e mirë, që shkon edhe me këtë lloj gatim që neve do bëjmë sot. Vaj ulliri ekstra virgjë që kemi atje, vaj ulliri himara. Shkë këtu. Mund të hapi manila dhe t'i hedhim dhe pak vaj sipër. Ja, unë ta ham dhe ti vazhdoj. Edhe është edhe sallata që duhet të përdorim. Sa e filluam nga sallata. Po megjithatë, sa të bëhen këto të tjerat, ndërkohë që duhet të heqim. Ja, hoqa këtë fijen pa dashje, tani do më duhet të ha pak me ndihmën e një thike. Ja të shikojmë orizin tani këtu. Edhe pak. Do na bëhet orizi. Dhe sa të na bëhet orizi, neve do nxjerrim trigonat. Jam pjekur. Kemi bërë gati edhe shërbetin për trigonat. Edhe kemi heqë që është ftohur shërbeti, sepse thamë që duam një të ngrohtë edhe një të ftohtë. Mirë duke të? Po, sepse edhe i ktheva unë edhe nga ana tjetër. Ja. Dhe kemi gjithsesi, këto faktikisht nuk a hedhim këtu, por, më falë. Jo, s'ka gjë, mos ta bëjmë pis. Po, patjetër. Do të marrim pjatën që do t'i servirim, do me thënë, edhe do t'i hedhim edhe shërbetin dhe do t'i lëmë që të ftohen dhe t'i kemi gati për servirin. Le t'i heqim këto dhe të ngelet vetëm pjesa e hurmave. Dhe të marrim një pjatë tjetër për shërbetin. Okej. Gjatë kësaj kohe, unë dua të përfitoj pak për të lexuar edhe një herë recetat. Në këtë pjesë të dytë është e nevojshme të rikthejmë pak edhe të shohim se cilët janë gjithë përbërësit që na duan edhe çfarë po sjellim këtë ditë të mërkurë, pikërisht mirëqengje jahni me oriz. Kjo është receta kryesore e ditës së sotme me këto përbërës: 4-5 racione mirëqengji, 2 qep mesatare, 1 thelpi hudhër, 1 lugë çaj salcë domate, 1 lugë çaj piper i kuq speci, 2 filxhan çaj oriz, vaj, kri, piper, spec djegës për servirje. Trigona me hurma arabie, 6-8 peta për ëmbëlsira, 250 gram djathi shkrir, 10-12 hurma arabie dhe vanilje. Më pas, kemi përgatitur shërbetin me 2 filxhan çaj sheqer, 1.5 filxhan çaj ujë dhe 1 fet limon. Pra, hurmat e arabis janë ngrirë së bashku me djathin e mascarpone djathin, që është ideal në përgatitjen e ëmbëlsirave. E më pas kemi shtruar petët, palosjen edhe formën mund t'ja jepni ju sipas dëshirës suaj. Kati ka zgjedhur të na sjell një në formën e trigonave dhe një tjetër role, por sigurisht që mbushja është e njëjtë për të dyja. Gjithashtu, spërkatja e petës me gjallë përpara se të paloset është e rëndësishme në këtë lloj ëmbëlsire, që ato të përfundojnë jo vetëm të pjekura mirë, por me shijen e gjalpit edhe të shkrifta, sepse në fund janë ëmbëlsira. Shërbetin e kemi aty, ja kemi kaluar edhe tavës, katin nuk e kemi këtu, po do vi. Kemi në bache. Isha në bache, nuk... Sepse që është e vërteta, kjo barbaroza, gjitha... Ka njerë shumë të mirë, aromë shumë të mirë. Nuk ka, do me thënë, ëmbëlsirë, ku t'ja vendosim ne tani, t'ja vendosim diku këtu. Tishto. Orizin. Mos ta më trëmbe ka ti, ta hap, jo, s'duhet hapur, që ti bëj? Mire kemi këtu. Mirë shumë është atë, ja ta shohim një herë dhe sigurisht shumë mirë doja. Një herë, sepse që është e vërtet, dhe orizi u bë, sepse do të ketë edhe, do tani duhet të kullohet, e të fillojmë të bëjmë edhe atë, si të ashtë pjesën e fundit që na duhet. Kjo lloj tenxhere do doreza. Po, se i ka doreza të veta.
anosorët të nxehta, sepse është e gjitha prej kuri. Shiko. Më kati, pa ajo i ka, po pse lodhen e ka të bukura, shiko se sa të mira që Lorja gjithmonë aty veshur, çorapet. Dhe ishe vetëm kur të lahet. Është menduar ajo gjëja, po. Është e nxjerrë me çorapi. Thjesht ne nuk e kemi praktikuar. Po, e ke vërej që edhe në shtëpi bëjmë të gjëra na humb ndonjë aksesor, kështu dhe fillojmë me zëvendësojmë. Unë të bëj, domethënë gati orisin. Thuaj ju diçka në visa, veç mund. Receta do të vijoj në furr, ajo e orizit edhe e mishit të qengjit. Ata shohim pak mishin e qengjit. Tani gjatë këtij muaji përdoret shumë çështë e vërteta, si mishi i qengjit ashtu edhe mishi i viçit, meqense shumë prej familjeve shqiptare kanë zgjedhur që të agjërojnë e sigurisht që në iftar mishi i qengjit përgjithsisht është i pranishëm. Kështu që një mënyrë se si mund ta sillni është edhe kjo e ditës së sotme. Tjera lloj manila gjërat sepse kemi mbushur shumë. Edhe që tjera lloj, ja, do marrim këto. Orizin pasi e gatuam, pra i kemi kulluar, thjesht zierë, jo ajo, jo pilafi. Jo, e zierë në ujë, thjesht i zierë. Tani varet sipas bëjmë nga 1 apo edhe nga 2. Po le të vendosim nga 1. Jerim pak më tepër kësaj se në rregull është. Ai që ngelet. Tani ta afrojmë tenxherën. Këtu t'i fikim sobat më. Në rregull. Atë që ju thash pakës më përpara. Tani se si do t'i bëjmë Janel, të heqim çik gjithë këto gjëra që kemi këtu. Ne jo që gjitha kati. Hiq këtë e hiq atë. Po të lëm ato që na duhen. Shiko, atë që tham pak më përpara. Po. Se është pak me ujë kjo brenda. Ajo që bëhet më përpara është kjo. Për të shpërndar. Heqim të salsën. Edhe këtë salsën ju a hedhim gjatë shërbimit, pastaj në fund fare kur i shërbejmë të pjesën tjetër. Tani marrim dhe vendosim nga një racion ose 2 se sa e kemi menduar neve. Ashtu. Dhe sa do duhet të lihet në furrë kati? 5 minuta. A që? Do të thënë që duhet zier plotësisht. T'ja vëm njerëz më tepër. Po pastaj si do t'i ndashti ato? Jashtë. A tham duhet të jemi të barabartë në ndarje? Po mirë më s'ka gjë. Kush ka më shumë uri, jo? Ashtu. Pra kështu si që kemi do t'i vendosim në furrë edhe për 5 minuta. Edhe tani hedhim këtë salsën e fundit. Edhe këtë këtu. Që të kenë të gjithë salcë një lloj. Po veç se njëri pas ka racion mishi më tepër, s'ka gjë. Salsa është një lloj. Ja kështu. Nuk e di nëse kemi kohë neve tani për ta vendosur. Ne kemi 5 minuta kohë. E thjesht tani vendoset në furrë që orizi të lidhet me shijen e mishit. Dhe e heqim nga furra dhe servirim me spec djegës. Kjo është ideja. Okej. Tani, e vendosim në furrë, përmbledhim një këtu, bëj një, si thua, lexim recetave Anila dhe jemi gati pastaj për ta kthyer. Recetat ne i lexuam, por unë do doja t'ju kujtoja pak rrjetet tona sociale, doja t'ju kujtoja gjithashtu kanalet tona zyrtare në YouTube, pra përtej mundësive që keni për të qëndruar me ne në transmetim të drejtë për drejtë, Vila 24 gjendet gjithashtu edhe në YouTube. Madje në 2 kanale zyrtare, kanali zyrtari Vila 24 që është i dedikuar vetëm për formatin ton të mëngjesit, ku si që shihni plot shije, keni të renditura gjithashtu edhe gatimet e ditëve të kaluara, gjithashtu dhe çdo material tjetër që vjen në këtë studio. Kanali zyrtari News 24 gjithashtu është aty i hapur për të gjithë ju që doni të na rishikoni apo
të zbuloni edhe recetat të tjera të ditëve, javëve dhe sezoneve të kaluara, sepse vazhdojnë të jenë aty si një arkiv e pasur me ide dhe me shije. E gjithashtu është Balkan Web, suporti ynë i përditshëm, ku mund ta vizitoni gjithashtu dhe të shikoni edhe recetat, të cilat ju vinë në ndihmë në këtë rast, së bashku me tekstin e shkruar, pra nëse nuk keni mundësi të mbani shënimi, keni aty të shkruara, të detajuara të gjitha recetat bashkë me përbërësit, me masat përkatëse të secilës, shoqëruar edhe me videon ku Kati na tregon se si do të përgatitet secila prej tyre. Gjithashtu janë edhe rrjetet tona sociale, në Instagram, në Facebook e më gjërë. Kati, po më thonë që ne duhet ta mbyllim tani. Po prandaj e hoqa. Kështu që jemi fiks në kohën për të ripar edhe një herë pjatat e ditës së sotme. Të falenderoj, të lumshin duart, Katerin. Ja vendosin që ka të këtu. Ju bëftë mirë nëse do të zgjidhni t'i gatuani njësoj si ne, por dhe gjithë shka që keni menduar sillni ju për familjet tuaja sot. Në një spec të cilën e grini më këtë. E hodha shumë në fakt. E hodha për dekor. Betet alternativ si pas dëshirës. Juve në shtëpi, hidheni aq sa duhet. Kati falemderit. Ju pëlqejnë, falemderit e dashur, falemderit dhe ju të dashur Anvisa që qëndruat me ne. Shpresoj që t'i gatuani këto në familje tuaja, se vërtet do t'ngeleni shumë të kënaqura. Nga unë Katerina, mirupafshim, kalofshin disa më të bukur në vijim, për të takofshim nesër këtu me recetat dhe ide të reja. Mirupafshim. Bashk pas reklamave. Të lumshin duart. Faleminderit, kënaqësi e dashur.